Diku dhe është kjo një prej faktorëve që na ka bo me qenë, po them unë, në prag të eksplodimit. Po, kjo është faktori kryesor. Se të gjitha dukurit në aspektin e zhvillimit neurobiologjik, truri ka një vetit jashtëzakonshme që është neuroplasticiteti. Edhe gjitha ato që i përmendi kolegja në fjalë amortizohen përmes neuroplasticitetit. Mirë po, që kjo fatiga nervore kryesisht është e shkaktuar nga një pasiguri kolektive në të cilën na jemi duke reaguar në një mekanizëm psikologjik që quhet në gjuhën angleze fight ose flight. Do të thënë trupi është në një mekanizëm psikologjik. Ose me luftu, ose me fluturu. Ose me ik, mu shmang. Dhe ti nuk ke nga i shmangesh pjesës. Shmangja është e qaj scrolling. Jo, ajo në fakt është, nuk është shmangje të scrolling. Të scrolling është gathering, ti merë qatë toksicitet nga e gjithë përbërja të cilën e ke, duke filluar nga televizionet, pastaj rrjetet sociale, mediat e shkruara, e tjera, e tjera. Me thënë, neve po akumulohemi, dhe në aspektin neurobiologjik, ajo ka nevoj mu shkarku. Trupi janë punon në principin bazë fizikës, energjia natyrë as nuk humbet, as nuk fitohet, po shëndrohet prej një energjie në një energji. Dhe qatë energji negative që po e marim na, gjatë gjithë kohës po e shëndrojmë. Do me thënë, po e përkthejmë që ajo energji përkthejet në fyrje, në kërcnem, në shantazh publik, në linçim, pastaj në këto sulmet kibernetike të cilat janë të vazhdueshme, me konotacion me denigru një personalitet saktun, me fy. Edhe pse nuk ka ku shkon për te asoj, se ata janë duke denigruar dhe fyer vetën e tyre në çdo moment, në cilin e bëjnë daljen publike, duke filluar që nga akterët politik, personat të cilët supozohen që ti shërbejnë atyre akterëve politik, që ju po i quajnë militant, a unë nuk di si ti quaj, përveç se njerëz pa edukuar, e shumë problematika tjera të cilat e kanë ndërtu një klim që është jashtëzakonisht agresive në kuptimin e plotë të fjalës, sepse përveç dhunës psikologjike, ka dhunë verbale, shumë shpesh ka dhe dhunë fizike, që është e fundit që e pam, do me thënë në media. Tash, gjithashtu llojet të dhunave po shkaktojnë një klim pasiv-agresive, edhe sistemi nervor i lodhur, se nuk mund të themi që sistemi janë nervor e ka luksin për me pushu ndonjëherë, sepse jemi në krizë ekonomike prej se ka dalë vendi prej luftës, jemi në krizë sociale prej se ka dalë vendi prej luftës. Do me thënë, neve si Kosovë, shërbimet sociale i kemi cop-cop. Shërbimet e tjera të shëndetit qalojnë, do me thënë. Të mbesim veç të kjo pjesa e politikës. Dërsa të pjesa e politikës, sinqerisht, përveç se do të thënë një shpërfytyrim komplet në kuptimin e plotë të fjalës të individëve të cilët po tentojnë ta kamuflojnë në realitetin, sepse ndoshta ata nuk jetojnë në këtë realitet, dhe po shihet qartë që nuk janë të jetu, kanë probleme substanciale në personalitet, duke filluar nga vetë rregullimit që e ka në kuptimin e plotë të fjalës, mënyra e sjelljeve të cilat i paraqesin, edhe pastaj e folura publike është përgjegjësi Resul, është përgjegjësi e jashtëzakonshme, dhe si duket e kanë instrumentalizuar dhe po e përdorin si armë të shkatrimit në masë. Nuk mund të dalësh dhe të instrumentalizosh, ndërsa një nga privilegjet më të mëdha që mund t'i kesh si banori këtij vendi, që është e folura publike, ta instrumentalizosh për përfitime vetanake. Edhe të thrasësh me emra denigrues, të krijosh një psikologji e cila nuk është as pak reale, në kuptimin e plotë të fjalës, të targetosh individ të ndryshëm, qoftë brenda sistemit politik, qoftë dhe atyre që janë tashmë jashtë sistemit politik, duke tentuar që të përfitojnë në kurrizin e njerëzve të cilët edhe kanë dhënë një shërbim të caktuar, edhe kanë bërë një gabim të caktuar, edhe kanë mundur që të kenë kryer ndoshta dhe vepra penale e tjera e tjera. Kjo nuk është e shëndetshme, para. E dyta, kanë harruar, sepse po mendojnë që njerëzit nuk po e kuptojnë
ose njerëzit mund t'i manipulojnë deri te pika që të bëjnë çfarë të duan me ta. Mirë po kanë filluar, do me thënë, shenjat e para, është që kjo lodhja që jo shumë bukur e sollët, është mas nej pjesa e neglizhencës, se deri kohë më parë, edhe po nisim që nga familjet tona, familjet personale, familja ime, deri pak kohë, do me thënë, kanë qenë të interesuar për informacione publike. Tash ndryshohet kanali, do me thënë, çdo moment që ka debate politike ose çfarë do qoftë që lidhet me politiken. Do me thënë, ti shef që janë acaruar deri te pika që më nuk e përballojnë dot pjesën e informacionit publik, sepse nuk është vetëm gënjeshtër, por kanë filluar të inskenohen gjëra me qëllim të manipulimit dhe